Unë besoj se thelbi i 8 lumtunive që kena ndikju në ungjillin e sotëm, të thënuna për Krishtit, qëndron pikërisht në një gjë, në marrëdhënien që kemi me Zotin. Sa do t'i komentosh edhe t'i stërhollosh këto fjalë të Krishtit prapse prap mesin të pandryshueshme, një është qëllimi, marrëdhënia që kemi me Zotin. Kjo se aja është në qendrën e jetës tane, kjo se lidhesh e ka pesh mas ti, kjo se ton shpresën, e ton besimin e vendetem, gjithçka që ka me ndodhur për rrethet nuk ka me pas kuptim. Do me thanë, nuk kemi dhënë rëndësi aq të madhe sa me trazu shpirtin edhe me të shqetësu, edhe me ta hek pikë synimin. Kjo është një thirrje e vazhdueshme e Krishtit. Lidhu fort me Zotin. Qëndro gjithmonë mas ti kije shpresën e tem. Shpreso gjithmonë në tem. Çado që ka me ndodhë, prapse prap, Zoti ka me kenë më i madh, edhe ti më i madh se çdo gjë tjetër.